Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Shene, pa qare proteza, ty pa qare proteza me dhë. Në të shërfim. Këshire poshë zotin, këshire thonë. Pa qare dhë me që këtë proteza me bu. Ja, kibe në e pranë për sot ja? Për sot të nejse, a ki në e plan të? Jo, valla, kur farplani nuk e kam. Djali në shkollë, që farplani unë në shpe qëto. Pa dhe pa. Pse a ki nej plan të ja? Jo be veshtash vesh veta qështu. Apo do me shku dikun të ja, jo. Po do i ka babi me na qu dikun. Rebe të trosqate. Jebe, këto shokët e din, që kem para, pas do ditë nuk o si ka, që kem Turki prap një semish, për punën tonë që na lidhe, mo peken, hajde. Ku e di be, hez di që ka me bu. Ty pës di që atë thamë, më thonë shka, ranet mirë për me shku nuk janë, se hargjime, më thonë mos shka nuk po du veç të munda, qështë e shetë Qa jo, be, e din të që shenë ato, kanë me shku, kanë me provoku, mas një me foto, këshire, ne, këna, qështu, i nati po më vjen. A thanë, hajde ty, ne ta mush mi keri me nafë se me kerin tonë. Shkojna? Po, me kerin tem shkojna. Ne ta mush mi nafë, ne krejt hargjimet, veç hajde mos të daj. Më kuj di be, hiç se di. Vën marë dhe dome. Po bre djali jam po donë me shku të soja njëse shkollës, nuk guxon me mungu në fillim. Jo, mamit nuk bën me mungu në fillim. Edhe nuk duhet ku të shkan babit ti me shku mas babit. Bravo. Nuk bën, se babi e ka punë atje. Pasha zot. Kur dëm babi me shetit, shkojnë atë bashkë. Po. Unë e te dhe babi, ani? Po. Kështë çfarë fjallë të mira? Ja, A ti bëj teshat gati, sa ura? Çfarë tesh? Me dur në gjepa du me shku. Jo, be çfarë tesh, po të shti ftoft, ka me marrë Me dur në teshët. gjepat, ja s'ki mundru heqa? Pa jo, be kusht këshira gjë, qka i të folë tesh, s'ki mund dru heq. Ftoft shti. Po njani ti e din veç tash. Jo, be çfarë te shpejt e bëj. sigur jam qështu. Jo, be ka me bajt gallin e teshave sen. Jo, be. Ani veç merit e ki atë jaknën e trash qëtu të dolapi. Po, jaknën, po, e marrë jaknën. Masi është edhe ftoft, mos nesht. Po, më thirën atë është edhe pak, më thirën, më lemrojnë ato. Se sontëm ndështë Thamë, ja sonte, ja nesër heret, ama ndështë edhe sonte. Kur t'ju bon? Ta shumë. Që të bo? Aha. Që të ardhja më. Hajde ty. Qika qysh është? Po? A do të me ma nese neja? Okej, hajde. Hajde që të ardhja. Po, ofre, hajde. O mam, pse mu babi së mur, në ketë shok të e me dalë me babat e veta? O, djali jem, po nuk mundet bëj djali jem më të marë babi, se është në zona, i mas punve ka shku, edhe kohës fundit së është që po fiton shumë, a i feq po shkën të nga mas punve, nuk mundet më të marë vlad. Me sejna veta shenat e gjyshja. Qysh pe djali jem shku tash të gjyshja? Baba na kalon shpina manet, na nuk mundu me lon vetë shpine me shku të gjyshja. Shkojna kur djem babi. Hajtë ma. Po. Pse?
Çka bone, çka I thove, që shirë Në Turkive jam për momentin. Qysh bre Turki, deri kur me rajti kështu? Pse çka mi thon? Ku mi thon? Banu burr, ka zoj që të ka kojt më mërdi gra. Kjo nuk është punë jote, kjo është rrezik jem. Po ti vetë mërë ke thona, ke thonë kam I kalzu. Po në burr ka zoj. Të kom thon po s'muj se më dhima djali. E unë që ka po dukna, që I rrugoqe a? Ti ndokosh me e mira në botë, po rreq atë se s'ku marrën këtu me bo mos marrëveshtje. Rreq, qëtësë. Me një zdi ku më kapë që ati, a i kalzu, a i kalzu, a i ke bo. Sabër, re. E shta shpër nati ka thirë babin? Pse bre djali jam po dënë me thirë, po le mos e pengot sa I në zonë është. O veç sa të thamë, ku kam mri edhe me mbledh lukuma pi Turkije. O, bre djali, ani vesh mos e zgatë shumë. Pita neqe. Po të daj një të bobe. Që... Ta buko. Shire të thirën. Shire të thirësh, baba. Mos ja qel. Qysh bërë mos ja qel, t'ja dën me të parën të thirë me hinë dëshem me dishua. Ani qelja, hajt qelja, se po dridhe shpitute. Alo? O babe, ku ke mri? Qeve, babi? Të rrugës jam alo, larkë jam, babi. Blem lukuma se I kam me rakon, e di. Po, babi, dikutia kam e t'i ble. Edhe mami t'blejnë e sen. Ojo, le veç knaqë ti. Hajt, babi, se i na të nashta që të me pi kafe me një ven. Hajt, babi. Hajt bab, dusho. Hajt, zemreme, hajt. Imre djali jem. E ku mja gjitha të lukuma ta shte se? Ai, se pak është këtë Turkijën e kam punë këto, ku këmja gjithë të lokuma, për rebe sa dush. Endret! Folma, Që I të bo bre mam këto? që të e lytë një loj. O, luminone, po lujen tone. Apo vjen me mamin dhe në market? Po, Hajde, edhe të dejti shka. Hama nonës. oj mama, mi blej do qokolada që I ka me rak. Po djali jem t'i blenë mami. Oj mam, këshire këri babet. Jo për djali jem, nuk është, vish po O do ka. vëllaj këri babit tu në një. Hajde Endret. Sa e bukur, o sa e bukur, be. Babi, O, sa e bukur, be. Ta ndej që, babi? O, sa e mirë. A dolëm bre pina ka një kofe se mollëm ka marrë, mos të bë burë tëtë, sa dhe te. Kushtabe që vëtut në? Kushtabe, kime dalë, po më për ty mëre kam? Për mu mos e boj gojle heq. Heq mos tani. Ku kime dalë mërse ketë në njofën këtë tja, a jeme me rëqë atë? Veç me shku dikon ma larkë qitetet, po për fatë keq, ka me dalë dikon që dhe aty. Që ka be dhe kje, o me heri, së të mlon rahat. Unë për ty e kam, po shë zotin për ty. Se për ndryshe, hajde, qupro, veshu. Veshu, hajde, babi shkina. Hajde. Hajde.
Ky projekt sponsorizohet nga Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet janë për Zotin, selavatet për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Nga ky film që e pam në këtë metrazh të shkurt, me këtë mesazh shumë të madh, nuk dha një mesazh shumë të panjohur për na, por na tregoi shumë mirë se si rënohet shoqëria, si rënohet shtëpia, si rënohet gjithçka që i përket një individi. Sa e bukur na ka mësuar Allahu xhaleshanu në Kur'an, ka thonë mos u afroni. Jo e ndaluar, po mos u afroni. Se në qoftë se afrohesh, ti rënohesh pikë pari vetë, pastaj edhe i rënon tjerë. Dhe është e bukur se nëse Allahu xhaleshanuhu i ka thonë pejgamberit të vet, Muhammedit alayhi salatu wassalam, aty që neve ne e kemi model, e kemi atë që duhet ta ndjekim për jetën tonë. I tha po të zbres një sure që është nga më të bukurat e ndodhive, nga më të mirat. Dhe aty çuditërisht Zoti kur flet për Jusufin alayhis salam që neve jemi mësuar ta shohim dhe ta dëgjojmë nga më i bukuri të gjithë njerëzimit, njeriu që kishte komplet bukurinë që ia dha Zoti më të madhe nga të gjithë. Por çuditërisht në Kur'an Zoti nuk e përmend bukurinë, përmend moralin e tij. Edhe sa ajo që ai nuk e shfrytëzoi bukurinë e tij, e cila ishte dhuratë nga Zoti, por ai tregoi zgjedhjen e tij që ishte morali, krahas asaj që një grua u mundua ta tundoj në forma të ndryshme, por ai zgjodhi burgun. Pse? Për arsye se një burr nuk është i fuqishëm kur ai u përgjigjet tundimeve, por është i fuqishëm kur bën zgjidhje dhe u largohet atyre. Dietarët islam kanë thënë në një thënie të madhe që shumica mendojnë se është hadith, por nuk është hadith. Thotë beshiru zani bi kharab beiti walau badehin. Lajmëroj shumë mirë atij që bën amoralitet. Se do i shkatrohet shtëpia, do i shkatrohet familja, edhe nëse ajo zgjat pak. Të shkatrojsh familjen, do të thonë ta rënojsh themelet e familjes tënde. Ta shkatrojsh gruan tënde, fëmijët e tu. Atë tjetrën të cilën e ke mashtruar, familjen e saj, pra dy familje me njëherë. Në këtë film ne pam shumë qartë se si shkatrohen familjet, si shkatrohen ndjenjat, si shkatrohet krejt ajo dashuri, si shkatrohet krejt ajo besim dhe si shkatrohet komplet ai emanet që dikush të ka dhënë bez vajzën e vet, të ka dhënë bez që të krijosh familje dhe ti ke premtuar shumë gjëra dhe pastaj ti e shkatron gjithçka në një moment kur ti nuk ke mundësi ti ndalesh shfrynimet e tua morale. Besimtari është ai i cili i zgjedh kënaqësinë e Zotit, nuk i zgjedh ti realizoj dëshirat e tij, për arsye se dëshirat e tij ndonjëherë janë vrastare. Sa bukur na ka mësuar Islami dhe sa bukur na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ajo që rëndon më shumë të ditën e gjykimit është morali i njeriu. Pra neve a nuk dëshirojmë që neve të rëndojmë më shumë të ditën e gjykimit? Pra nëse neve këtë nuk e dojmë dhe mendojmë se këtu në këtë botë do të mbetemi përjetësisht, e keni shumë gabim, për arsye se neve për çdo ditë po shkojmë te varrezat. Për çdo ditë po i përcjellim të vdekurit tonë. A mendoni se neve do të mbetemi këtu? Jo, padyshim. Edhe neve do shkojmë atje. Por atje nuk ka vdekje më, atje do të jemi përjetësisht. Dhe sa të këqi dhe sa faqezi do të jenë ata të cilët kishin moral të keq dhe moral të rënuar. Ishin njerëz të cilët të shpifnin në këtë botë. Ata të cilët rënuan gjithçka që ka morale, rënuan shoqërinë, se shoqëria rënohet nga një familje e pakujdesur. Pastaj dhe mesazhi më i rëndë është se ai i cili bën amoralitet mos harrosë mbetet vetëm ke ti. Ajo do të kthehet në familje, pa pikë dyshimi, do të kthehet në familjen tënde, do të kthehet në familjen tënde, në fëmijët e tu, fatkeqësisht në bashkëshortën tënde. Po don Allahu xhaleshanuhu që disa bashkëshorte mbajnë emanetin dhe janë shumë besimtare, dhe disa bashkëshortë tjerë janë shumë besimtarë dhe bartën emanetin. Keni frikë Allahun xhaleshanuhu, për arsye se kjo botë si ka mbet askujt. Pastaj një sekuencë shumë të bukur që e pam te filmi. E patat bashkëshortën kur del prej aty marketit dhe i drejtohet burrit i cili deri në atë moment e mendonte shumë të sinqert, e mendonte si shtyllën kurizore të familjes, e mendonte atë fuqinë sakrifikuese për familjen, atë antiplumbin kryesor të familjes, por çuditërisht ajo e pështiu në fytyrë. Pse? Për arsye se asaj u paraqit një skenë shumë e çuditshme, lash familjen,
la çdo gjë të bukur për ty. Nga se mendoja se me ty do të kemi jetë të lumtur. Jetë e cila do të ndërtohet në emanet, jetë e cila do të ndërtohet në moral, jetë e cila do të ndërtohet në dashurinë e ndërsjellë, jetë e cila do të ndërtohet duke mos e coptuar, mos e rënuar këtë familje, por neve turprohemi ndoshta nga kjo botë. Pse ajo na pështyu? Pastaj shkatruam dy familje. Shkatruam familjen që e kishim që na donte shumë, me të cilën kishim krijuar fëmijë, pastaj shkatruam edhe familjen tjetër e cila na u bashkua. Shkatruam dy familje. A e mendoni situatën tjetër, të nderuar vëllezër dhe motra? Sa e turshme dhe sa e dhimbshme ishte një pështim në këtë botë. A mendoni se kur do dalim para Zotit, sa njerëz dhe sa banues tjerë do ta pështin në fytyrë? Edhe si do të jetë ai kur na thot Zoti, juve jeni amoral, juve jeni zinaqar. Edhe nëse ti me gojën tënde do të mundohesh ta mbrosh vetveten, e ke shumë të kot, për arsye se atë ditë nuk flet goja jote. Atë ditë flasin gjymtyrët e tua. Çfarë kanë bë? Ku e kanë tradhtu Zotin? Fillimisht, ku e kanë tradhtu profetin e Zotit me tëra ata mesazhe? Ku e kanë tradhtu Islamin, ku e kanë tradhtu familjen islame? Ku e kanë tradhtu atë emanet që ti kur ke bën kuror familjare, me hoxhën prezent në mexhlis? E din ti vëlla dhe motrë e nderuar se para se t'ja jepni besën njëri tjetrit, se do të jemi bashkëshort, duke e dash dhe respektu njëri tjetrin, e duke ndërtu çdo gjë bashk, e duke konsultu për çdo një gjë bashk. Para mendoni, ati para se t'ja hapish besën, ja ke dhënë besën Zotit. E ti e ke tradhtu Zotin, A mendon se është lehtë të dalësh para Zotit tradhtar, pastaj tradhtari i emanetit të Zotit, pastaj tradhtari asaj familje që ta ka dhënë emanet e vladin e vet, pastaj tradhtari atyre fëmijëve të cilët kanë pas shembulltyr prindi, ose nana, ose baba. Pastaj ti s'ke më dinjitet. Ti je komplet i shkatruar. Mos e haro këtë mesazh. Mundohu që tani në këtë muaj të shenjtë Ramazanit të pendohesh, mos të kthehesh më në ata vepra, mos të kthehesh më në ata gjurmë, me qëllim që Zoti të falë, të dalësh nga Ramazani i falur nga mëkatet, faqebardh në këtë botë, e të dalësh faqebardh para Zotit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në takofshim në epizodat e radhës. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله